Në komunën e Gucis u zhvillua një agjendë pasur me aktivitete ku u përruan projekte të përfunduara dhe u prezantuan investime të reja me rëndësi për zhvillimin e infrastrukturës lokale. Aktivitetet nisen me përurimin e pjesës së parë të rrugës në Vuthaj, ndërsa më pas vijuan me vizita në projektet në Krushev, Vojno Selo, Çerdhen Xhafer Nikçević, stacionin e policisë në Guci, uren mbi lumin Grënçar dhe shtekun këmbësor do Sud. Nënkryetari i komunës së Gucis, Azdran Çelaj, tha se kjo është një ditë e rëndësishme për komunën, pasi po realizohen projekte të shumëpritura nga qytetarët. Ai theksoi se rruga në Vuthaj përfaqëson një investim të rëndësishëm, ndërsa paralajmëroi vazhdimin e punimeve për pjesën e dytë të saj. Çelaj bëri të ditur gjithashtu se kanë nisur punimet në rrugën që lidh Gucin me Krusheven, Kukajn dhe Plaven, ku faza e parë përfshin rreth 1.2 kilometra. Sot është një ditë e madhe për Gucin, me qenë se kemi hapjen e disa projekteve dhe mbylljen ose përfundimin dhe hapjen zyrtare të disa tjerave. Si fillim, sot ishim në fshatin Vuthaj, me çast edhe Ministre e Punëve Publike ishte prezente dhe u bë hapja zyrtare e pjesës së parë të kësaj rruge e cila përfundoi para pak ditësh. Shpresojmë, ne jemi duke përgatitur dokumentacionin projektues dhe shpresojmë që shumë shpejt do të jemi gati ta shpallim edhe tenderin për vazhdimin e pjesës së dytë të asaj rruge, duke ditur rëndësinë e veçantë si pikë e dytë sot e vizitës e ministres po ashtu Ministres së Punëve Publike, ishte hapja zyrtare apo fillimi i punimeve në rrugën e cila e lidh Gucin me Krusheven, fshatin Kukaj dhe deri në Plavë. Sot punimet kanë filluar dhe shpresojmë se gjatë kësaj vere pra të përfundohen me sukses pjesa e parë, e cila është paraparë në 1 kilometër dhe 200 metra. Shpresojmë se edhe punë kryerësi është një firmë serioze dhe besojmë që shumë shpejt ajo pjesë e rrugës do të përfundohet, siç morëm edhe premtimin nga ministrja, sapo të përfundoj kjo pjesë, do të vazhdojmë me përgatitjen për fillimin e pjesës së dytë dhe njëherë e përgjithmonë ta përfundojmë këtë projekt i cili pret vite me radhë që të realizohet. Tani ndodhemi këtu te kopshti i fëmijëve në Guci, të cilin do ta rindërtojmë dhe do ta zgjerojmë, duke e parë se ishte nevojshme me qenë se vitin e kaluar kishim thuajse 3 fishim të numrit të fëmijëve që u regjistruan vitin e kaluar, pra në vitin 2025. Dhe lindi nevoja që ky objekt po të rindërtohet, por edhe të shtohet një pjesë dhe të kemi standardet sa më të mira për fëmijët tanë, duke e ditur se investimi në fëmijë është investim në të ardhmen. Tani pas kësaj do të vazhdojmë tek hapja e objektit të stacionit policor, i cili po ashtu ka disa kohë që ka filluar, por fatmirësisht sot erdhi dita që ta bëjmë edhe hapjen zyrtare të këtij stacioni. Jemi duke e rindërtuar urën në hyrje të Gucis, ura e Gërçarit, si e quajmë ne. Punimet janë drejt përfundimit dhe besojmë se gjatë ditëve në vijim do ta kemi të përfunduar edhe atë projekt. Po ashtu, në Guci janë duke u zhvilluar punimet në shtegun e këmbësorëve në Dosugje. Punimet vazhdojnë me intensitet dhe ritëm të mirë dhe besoj se shumë shpejt do ta kemi të përfunduar edhe atë pjesë, një shëtitore e bukur, me trotuare, me ndriçim, me gjitha kushtet për vizitorë dhe për të gjitha ata që duhen ta vizitojnë këtë pjesë të bukur të qytetit tonë. Këshilltari në Kuvendin Komunal të Gucis, Flamur Gjonbalaj, vlerësoi se projektet e realizuara paraqesin një hap të rëndësishëm për komunën dhe përmbushin kërkesat e kahmoçme të banorëve. Ai theksoi rëndësinë e përfundimit të rrugës në Vuthaj dhe hapjes së stacionit të policisë pas shumë vite shpritje, duke falendëruar bashkëpunimin me institucionet shtetërore. Mburrëm se paku që erdha si këshilltar komunal që 2 vite me radhë që u realizuan këto projekte, po sa erdha unë normalisht me partit që jem në koalicion, me Lëvizjen për Guci dhe Partinë Bosnjake. Unë mund të thëmë lirisht, sikur këshilltar i komunës së Gucis, që vetëm projekte që sot u hapen e posaçërisht mund ta ceki që rruga për Vuthaj, që u prit me dekada, edhe të partë tonë
e patën ender që të aprovohet që ky projekt, por fatkeqësisht pozita që ishin para nesh nuk mund të realizohen. Gjithmonë, falënderimin e bashkëpunimit me qeverin, me ministrët, edhe me ministrin e punëve të mërshme që sot, mbas 20 viteve, u hap stacioni policor në komunën e Gucis, dhe sigure që e keni pa, shot e keni pa që rruga në Vunthaj, unë vi nga fshati Vunthaj, edhe mburrem që vi nga fshati Vunthaj, por që ky projekt sot për momentin që u realizua ka kanë ëndra e shumë dekadave. Sot e realizume, por nuk do të mbesim këtu. Do vazhdojmë prapë me projekte. E keni pa dhe vetë, sot u bën gur themeli i rrugës për Krushev Hakaj që lidh Plavën, edhe ajo do të vazhdojnë sigure 1 kilometër e 300 metra, e pat zgjerimin e Qerdhës në Guci, dhe sigure që unë mund të thom shpirtnisht që deri sot jam si këshilltar komunal, unë nuk përfaqësoj vetëm shqiptarët. Unë, si këshilltar i SD Social-Demokrate, unë përfaqësoj të gjithë popullatën e komunës së Gucis, pa dallim. Fetar, kombëtar, edhe pa dallim politike. Am kanë votua, ase kanë votua. Unë do t'jem i përgatitur tër jetën, deri sa t'jam aty, që unë nuk jam vetëm këshilltar komunal, por unë edhe jam edhe si zyrtar në katastër, 6 vite më radhë, unë shërbimin tim dhe zyrtarizmin tim, unë e konsideroj si kur shërbys i popullit. Jo zyrtar, po zyrtar shërbim për popullin, për të mirën e popullit, se na duhet të bëjmë çmos, posaçarisht kjo qeverisje që e kemi edhe një vit, të bëjmë çmos për mos shpërnguljen e rinis. Kena pas nxënës, kena pas intelektual, që e dini edhe ju fort mirë, radio televizionit e UTA, se Vunthajt kanë pas një intelektual shumë të madhe si në Kosovë, si në Shqipëri, por besoj, sa do kudo që kuadrat e ri që do vinë, rinia, besoj si me këto investime, me këto gjona dhe do i pranojmë edhe investitore që të investojnë në këto treva tona, besoj që do t'i ndalojmë. Përfaqësuesit e komunës së Gucis theksuan se këto investime janë pjesë e një procesi me gjerë zhvillimi, që synon modernizimin e infrastrukturës, përmirësimin e shërbimeve publike dhe krijimin e një perspektive më qëndrueshme për banorët e kësaj zone.